Selamu alaikum të dashur miq. Ky është emisioni Drejt për Drejt, e thëna e pa thënë. Me Hoxhën Ekrem, sonte do të flasim për një prej virtyteve më të rëndësishme dhe një prej elementeve më jetike të besimtarit në çështje të çdo vepre që bën. Do të flasim për sinqeritetin. Ndërsa në pjesën e dytë do të mirpresim të na telefononi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se takojmë. Hoxh, pse ka libra të shkruar më shumë se 1000 vite më parë, që ende lexohen sot, ndërsa ka të tjerë që shkruhen dhe për një kohë gjatë mbasi edhe harrohen. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ato pse të jetës janë të çuditshme bujara dhe nuk është se kemi shumë gatishmërinë me dhonë përgjigje, me dhonë se pse janë të ndryshme, por ndoshta bon me thonë që ka vepra të cilat i kanë rezistu kohës dhe jo vetëm libra. Një vepër që dikush e ka mbajtur në mend, ka është mbajtur në mend me shekuj, një emër i cili ka kontributi i tij me marrë me këshyrë kështu, ndoshta nuk është kush e di sa i vëllimshëm, mirë po matë në mende dhe përmendet, sidomos në gjuhët e besimtarëve, i kënojnë rahmet që i thojmë asaj shprehjes, pra lutën për te. Edhe ka të atil që ndoshta me disa parametra njerëzore ata mund të jenë quajtur kolos, mirë po me kalimin e kohës nuk është se ai kujtimi për ta ka mbetë shumë i freskët, edhe shumë interesante. Tash me çka lidhet kjo? Ndoshta lidhet me atë që me shprehjet tona kish po me thonë e kam pas për një mend. Me shprehje pak ma të kufizume, kanë qenë të sinqert, ose e kanë pas për hir të Zotit e kështu me radhë. Prap mbetet ne, kur flasim për këtë, të themi ndoshta. Për arsye se bujarë sinceriteti i kujt do, përveç i atij vetanak, për neve është i paqasshëm. Unë kur nuk muj ty me të vlerësu sa i sinqert. Ashtu që është ti, asnjëherë s'mundesh mu me vlerësu sa jam i sinqert. E kam breng për vetën time, i di defektet e mia, i di mirë, po të tjetri vlerësimi dhe gjykimi është absolutisht i pavend. Megjithatë, mendoj që ka pas kësi shqetësime edhe në brezat e hershëm, pse filoni është kështu e filoni është kështu. Po më kujtohet një ngjarje interesante, kam lexuar matje. Njëri bashkohanik i Abdullah ibn Mubarekut. Abdullah ibn Mubareku njëri prej tabinëve, një njeri i cili edhe kjo është ajo, si me thonë, që e thash në fillim, do shta nuk ka po në i farvepre, kush e disa kolosale, po ja që edhe të e njeh këtë dëgju për Ibn Mubarekun, edhe unë, edhe Filan, edhe Fisteku. Flasim për te edhe pse me na pyet sa libra i ka shkru, është autori disa librave, po të pak tjena ata libra. Megjithatë kujtimi për te ka mbet. E thash po du me përcjell një rrëfim të njerit prej bashkohanikëve të tij. Simas gjitha gjallëseva i pas ka qenë i famshëm edhe derisa ka qenë gjallë. E njëri prej atyre bashkohanikëve të tij thot, jam çudit. Pse ky u bë kaq i famshëm? Pse ky njeri, edhe pse nuk ka qenë njeri shumë i imponueshëm, a din s'është që i ka bë hizmet famës. Përkundrazi ka qenë njeri i cili kontributin e vetë shpesher ka qenë insistues edhe me mshef. Do më thonë, ka rrëfime interesante për Ibn Mubarekun. Një prej aty në rrëfimeve është kur në një prej betejave në cilën edhe ky ka marrë pjesë, ka dalë në dy luftim me njërin prej armiqve, edhe është masku, është mbështjellë që mos me e njoft njerëzit, ju ka dalë radhëve të ushtrisë muslimane prej mrapa për me dalë atje mes dy ushtrive, ka dy luftu me atë, e ka vra armikun, është kthy mrapa dhe vetëm njëri e ka vrejt edhe i ka thonë të lutem për hir të Zotit që për këtë temë kur mos e bë mohabet me askën, mos fal, mos i trego kërkujt se unë isha ai i cili sido që tjetë. Ky bashkohaniku i Ibn Mubarekut do thotë, e shikoja atë njeri edhe nuk kisha mundësi me e deshifru prej nga është bë kaq i ne e themi nga njeri famshëm, po fjala i famshëm nuk e ka
menoj, nuk e ka gjithë konotacionin pozitiv. I pranushëm pra. Po priga i ka që i pranushëm kë njeri, ka që i dashtun të njerëzit. Në atë ko, po flasim, kur kësi bura, si kur Ibn Bareku ka pas sa të dush. Pse qka është ky ma i veçanë se filoni prej shokëve të vetë, që eventualisht në njëni për i tyni ka mujtë me qenë edhe ma i dishëm, edhe ma kështu me radhë. Edhe thot një natë që shto isha duke shikuat njëri edhe qëto ide, qëto pytje mos ilëshin në kokë. Për një moment, thot, sigur se ishim duke ndajt, thot, u fik e kandili që bënd të dritë. Do thonë mramje, të ndryqu me një kandil. Me gjuhën tonë, si kur me thonë, u ndalë rryma, edhe u fik ndrita. Edhe, thot, u fik kandili, edhe deri sa u ngrit dikush për me ndezë sëresh, thot, unë që ato mendime i kisha për Ibn Barekun, kur e ndezën, thot, u ndryqu sëresh, thot, e pash se sytë ju këshin mush me latë. Edhe mjekra ju kështë e lagë. Ajë në qatë kohë, sa kemi ndajt në Ersir, ka mujtë me qenë 1 minutë 2, thot, ajë kështë e qajtë. Edhe pse para se me undalë drita, nuk kështë qenë as tema, as kur gjo për me qajtë. Po thotu e në analizova në shpejtësi, në kokën time, edhe thash kjo sigurisht, deri sa kemi mbet në Ersir, ka menduar rreth Ersirës së Varrit, thot edhe i kanë shku lotët, thot aty me atë pamje të dytë që e kisha, as një dilemë, nuk e kisha pse ai njeri është aq i famshëm, ose aq i pranueshëm të njerëzit, ose kështu me radhë. Mundu me marë, duke qenë se ti e bone pyetje bojar për çështjen e librave, sepse në fakt në shumë vepra dietarët kanë folur që në fillim të tyre për sinqeritetin, për niyetin. Po. Pikërisht për këtë. Se kanë dhënë kaq shumë hapësirë kësaj teme në çdo vepër? Është hadithi i njohur edhe i famshëm, i përhapur, që flet për këtë temë, që transmeton Omer ibn al-Khattabi radiallahu anë, hadithi innamal a'malu binniyat, veprat nuk vlerësohen ndryshe përveç se sipas niyetit. Dhe asnjë njeriu nuk i takon tjetër veç se ajo që e ka pas në jetë. Hadithi mo është i njohur, edhe tash paramendo ka shumë autor librash që janë, të themi, koleksionet hadithit, po jo vetëm, edhe librat të temave tjera ose të lamive tjera që si prolog edhe si hymje në librat e tyre e kanë përdorur këtë hadith. Për shkak të rëndësisë, nuk besoj të jetë temë dikun tjetër, sinqeriteti sikur se është te na muslimanët. Nuk kam dëgjuar të paktën edhe si temë, për një mend është e veçantë, por është temë krahas asaj që është temë bazike në kuptimin që dikush mbas edhe mund ta kaloj në nivelin fillestar të mësimit të Islamit, megjithatë është temë e cila të shoqëron gjatë gjithë jetës. Dhe në anën tjetër, Hoxh, dietarët kur kanë shkruar vepra në këtë rast kanë folur për sinqeritetin, për niyetin në fillim të veprave të tyre. Kanë dashur na japin neve mësim, apo kanë dashur për vete të shkruajnë që në mënyrë lexuesin ta përgatisin që mos më vlerësoni aq shumë, sepse kjo është për Allahun. Pra të dyjat besoj që mund të jenë të sakta. Po insistojnë atë që nuk kemi si e vlerësojmë. Mirë, po por mesazhe mund të marrim, mësime mund të marrim. Jo vetëm që marrim mësime, po nëse e shohim edhe si rezultat tash, domethënë për një perspektive, jemi në vitin 1448 Hijri, domethënë ndonjë libër që është shkruar para 1200 vjetëve, akoma është aktual në kuptimin, akoma shërben njerëzit me te, Sahihu i Buhariut për shembull, edhe ai hadithin e parë që ka vendos hadithin e niyetit, mbas edhe mund të themi, bazuar në këto rezultate që po i shohim tash, ai njeri mund të ketë qenë skajshmërisht i sinqert. E para, e dyta, pse është marrë me niyetin në fillim fare të projektit të tij, sigurisht edhe aty ai është marrë me niyetin në radhë parë për me elon vetën peng për arsye se njeriu megjithatë sikur se thon ajo urtësia popullore dhe njeriu lidhet për fjalë. Burri lidhet për fjalë. Burrin s'ka nevojë me e lidh për shembull për një pemë ose për me thonë rrit çito. Jo, ai do të rri aty ku e ka dhënë fjalën. Fjala është fjalë e thon,
ose është fjalë e shkruar, edhe në këtë rast ai e ka shkruar atë, e ka qitë në të vërtet në kuptimin se koleksioni i Buhariut nuk ka ndonjë autorësi kush e di çfarë, se ato janë hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ai ka mbledhur, i ka seleksionu, është kujdes që të jenë të gjitha autentike, edhe i ka rendit me një renditje mjeshtrore që askush pas tij nuk e ka bë në renditja aty në kapituj në tema e kështu me radhë. Edhe sigurisht që ka pas, si me thonë, ka dashur me e lidhë vetën me temën e sinqeritetit, po kalim the ose paralelisht me na dhon edhe neve mesazh se duhet edhe ne kështu funksionojnë. Librat për çka shkruhen, për çka njerëzit shkruajnë libra, janë dy qëllime. Qëllimi i parë është me erujt dijen, edhe qëllimi i dytë është me përcjell dijen. E tash kur përcjellet ajo dije te gjeneratat, padyshim që edhe ne duhet të edukohemi në atë frymë dhe jemi dëshmitar që veprat e njerëzve mbjetojnë në kujtesën e brezave, edhe kur nuk shkruhen. Po e përmendi një rast, mbase ta kam përmend në bisedat tona, një hoxh ka qenë në Mitrovic, cilin unë nuk e kam mri. Do thënë, ai ka ndru jetë para se me lindu unë. Baba jam rahmet past e ka përmend shumë. Mulla Mustafa i Vidishiqit. Edhe hoxhallarët, gjenerata e babës teme dhe pak më të ri se baba jam, pra gjenerata e hoxhallarëve para neve, kryesisht kanë qenë nxënësat ti, edhe hoxhallarët e Mitrovicës edhe të Vushtres. Njeri që ka ushtru në dikem edhe njeri që kalon në gjurmë, as një shkrim ti kur njetë nuk e kom taku. Kur s'kom gjetë s'm ka thonë që dy reshta që i ka shkru Mulla Mustafa, kështu ky njeri ka menu, ose kështu ka vepru, ose kështu me radhë. Mirë po hoxhallarët që janë nxënësat ti, i kom taku vetë një prej tyne baba jam, po edhe hoxhallarë tjerë. Edhe e ke vrejt një përkushtim ndaj islamit cilësor, jo thjesht veç tradicional. E ke vrejt për shembull që ato që ne i themi tauhid, i brezi hoxhallarëve e kanë respektu me shumë seriozitet, nga njerë edhe me fanatizëm. Po flas për në kohën kur komunizmi ka qenë në kulminacionin e tij, ata paramendoj kanë pas kurajon edhe guximin me humor, me tema që ndoshta kanë ardhur ndesh me ato bazat e ideologjisë komuniste. Kanë qenë komungolës në qëndrimet e tyne, e kështu me radhë, edhe në tashtu e analizu veprimtarinë e tyne, jam mundu me analizu edhe hoxhën e tyne, mësusin e tyne që ka qenë Mulla Mustafa, Allahu e mëshiroft. Kjo është nxënësat e drejt për drejt edhe xhamati. Sot unë kam xhamat, në xhamin time janë të moshuar, akoma e citojnë Mulla Mustafën për disa fjalë dhe mësime që i kanë dëgjuar dhe i kanë mësuar prej gojës tine. Para save, para ma tepër se 60 vjetëve. Vesh para mendoj që të gjo. S'kemi të bojmë me një libër i cili është shkru, është botu, është ribotu dhe i ka mbjetu kohës. Jo, kemi të bojmë me një libër i cili është thonë. Një ideje e cila është përcjell, një edukate e cila është trashëgu, edhe nga njëherë të banë me mendu çfarë pas ka qenë ai njeri, çfarë pas ka qenë ai njeri doktor shkencës ka qenë, akademik nuk ka qenë, në kuptimin formal e kam fjalën, jo në kuptimin esencial, ama që ajo dija e tij, mësimet e tij halo gjallë, kujtimi i tij halo i freskët, madje për neve si hoxhallar të brezave që se kemi arrit atë, edhe sfidues pak me të metë marak pse se ke taku një asnjëri. Dhe normalisht edhe kur ti bësh krit pyetjet pse, çysh, si, anë kënej, e shese mbase ai njeri e ka pas shumë për një mend, ka qenë shumë i sinqert, edhe në këtë aspekt. E para që ne duhet mendojmë është se ata kanë qenë të sinqertë. Edhe unë mendoj se në sukseset edhe në famën, pra fjala famë për një mend me rezervë, po e përmendi, po s'po gjeni shprehje më të parafort. Në kuptimin pozitiv. Në kuptimin pozitiv, gjithsesi, në sukseset edhe në famën e atyre njerëzve e vrejmë se ndoshta faktori kryesor është sinqeriteti edhe përzemërsia e tyre. Pra, lirisht mund të themi se sinqeriteti bën që Allahu të pranoj një vepër, ta bëj që të jetë e pranueshme tek njerëzit edhe ndër breza, sikurse bile bën mjashtu kësaj çka po thotë, mjashtu që sinqeriteti
ban edhe ndikon që Allahu ta pranoj edhe ta mbaj gjallë një vepër, T'jep bereqet. edhe nëse, tash këto peshtojon, edhe nëse formaliteti ka mujt me konë jo 100% në rregull, jo 100% i realizum. I kemi në veprat tona, namazin, për shembull. Nëse haron, për shembull, ti në namaz edhe akshamin, vend se me falë 3 rekat, farzin e falë 4 rekat, edhe hiç se din që i ke falë 4. Ama e ki për hir të Zotit edhe i sinqert, i përzemërt e krejt ato, unë mendoj që Allah ta pranon atë namaz. Po edhe nëse e falë 2 rekat, po jo me qëllim, edhe s'ka kush me të përmirësu, s'ka kush me të kujtu, as ty s'të bjen men, e ke falë 2 rekat, edhe i shumë i bindun që 3 rekat e ke falë. Unë jam shumë i bindun që edhe këto Allah ta pranon. Tu u bazu në qka? Tu u bazu për shembull në tu bo komparacion, krahasim me agjerimin, kur harrojmë edhe pim, ose ham, Allah e pranon, thot vazhdoni me agjeru se nuk e keni prish. Kjo është dëshmia ma e mirë, po jarë se sinceriteti, ani pse në një përkufizim retorik, dy janë komponentat që e bën një vepër të pranuar te Zoti. Sinceriteti edhe formaliteti. Të dyjat janë barabartë të rëndësishme si kushte. Mirë po unë menoj se te vepra sinceriteti e merr hisën më të madhe megjithatë. Te sinceriteti s'ka hapësirë për me thonë hajt bre se shkon edhe çështo. Te formaliteti po. Hajt bre se s'po muj me u falë në kam, po falëm ullën, në rregull je. S'po muj as ullën me qëndru, po falëm shtrit, në rregull prap je. Do më thonë formaliteti po pësën ndryshime. Po sinceriteti s'ban me pasë ndryshime për shkak se do të me qenë i 100%. Ka një adresë. Absolutisht. Edhe tjetra çka është, mendoj shumë e rëndësishme, tash po flas për neve, për ato mësime dhe mesazhet që ne do t'i nxjerrim prej atyre veprimtarive. Është se duke pas parasysh rëndësinë e kësaj, sinqeritetit edhe të përzemërsisë, ne atëherë kjo na bën, do të na bëj. Të jemi të kujdesshëm në vazhdimsi, për arsye se është sfidë me të cilën përballemi në çdo hap të jetës sonë, në çdo frymë të jetës sonë, në çdo fjalë që e themi. Për arsye se kur jemi të fjala e thonë, ne flasim, mundohemi me folë për hir të Zotit, me fitu kënaqësinë e Zotit. I ka thonë njëri dikujt, ka thonë çka është puna atyre që ishin para neve, folshin pak, po fjalët e tyre kishin bereqet, ndërsa ne flasim shumë edhe s'është se ka ndonjë ndikim, thotë është për shkak se ata flisnin për ta fituar kënaqësinë e Allahut, ndërsa ne flasim për ta kënaqur egon. Kjo është shumë e rëndësishme për arsye se prej kënaqësisë së Allahut del në hemisferën e kënaqësisë së egos, pa e vrejtë se e kalove kufinën. Ai kufini është aq vështirë i dukshëm edhe i vrejtshëm, saqë njeriu kalon edhe nuk e vren. Për këtë arsye çdo fjalë që e themi duhet të jemi të përzemërt për te, dhe kjo jo vetëm që thjesht fjala ka efekt ose s'ka efekt, se funit nuk bëhet nami. Nëse ti ma thumë unë i këshill edhe unë e marr ose nuk e marr atë këshill. S'është tu problemi. Po problemi qëndron se ti nëse e ke thonë atë fjalë. Edhe s'ke qeni sinqert, atëherë ekziston mundësia që ti në vend se me fitu se vapë, me unë ngarku me gjunah. Rasti aty në dy njerëzve që e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembullin e tyre, prej Bene Israelve, thotë ishin dy burra, ata ishin shok ndërmjet vete, shumë miq të afërt dhe të ngushtë. Njëri formalisht ishte i devotshëm, i përkushtuar, i përmbajtur në kështu me radhë, ai tjetri pak më i shfrenuar, edhe ky i përkushtuar gjithmonë e këshillonte atë shokun e vet. Mos se nuk bën kështu, mos se nuk është mirë, mos se nuk është në rregull, mos se kështu e provokon zemrimin e krijuesit, kështu nuk e kënaq krijuesin e kështu me radhë, dhe një aktivitet i këtill, këshillues është shumë e vlerë, shumë i mirë, edhe me e pas dikush një shok të këtill, do të me undi shumë i begatum. Po çka ndodh? Me kalimin e kohës njëherë ky tjetri i thot atij mikut vet, o burr, thotë më ke lodh, ndalu njëherë.
thotë se Zoti ty nuk të ka dërgu që me qenë ti kujdestari im ose mbikëqyrësi im. Edhe kur e thot ai këtë fjalë, fjala si fjala është e rëndë, po kur e thot një njeri në atë gjendje, unë menoj se nuk do të shumë mja pa për të madhe, për arsye se ai ka edhe defekte tjera funit edhe që ke fjalë, nuk është se mund të jetë e pritshme. Absolutisht. Mirë po, çka shkaktoi te ky? Shkaktoi një pezëm, shkaktoi një mlef, shkaktoi një indinjat. Edhe ky tash i tha, vallahi tha, ti me këtë sjellje kështu, tha, Zoti s'ka me t'i falë mëkatet. E tash me thonë kështu, me e thonë një njeri i përkushtuar dhe i përmbajtur edhe i përpikt në tentativë, është fjalë e rëndë shumë, për arsye se s'ka absolutisht askush të drejtë me i thonë dikujt, ty Zoti nuk t'i falë gjunahe. Për arsye se për me e thonë këtë fjalë, na do të me pas qasin ato çka Zoti dënë me bë, se kemi atë qasje. Ose, kjo është hala ma hipotetike dhe ma largë mendjes, ose ti dush me konë qatë që i Zoti që kur thush ti Zoti s'ka me t'i falë, Zoti për një me mos m'ja falë, se ti the. Apo më vëta? Edhe tash në këtë rast, kura i thotë kështu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan si ngjarje e cila ka ndodhur, edhe thot Zoti i rinjallit të dytë. Edhe i tha këtij që kishte thonë, vallahi Zoti ty s'ka me të falë. Tha, ti o robi jem, a e dije që unë s'ja fali? Ata mirë të mendja se mund është me më pengu, unë me ja fali. As njona s'është e qëndrueshme, thot, a ti po ja fali, ndërsa ty po ti çoj poshtë veprat që i ke bë. Ja ku erdhëm të një epilog i shumë i rrezikshëm dhe i pakëndshëm, të cilin e sjell shpërfillja edhe mos kujdesi i kujt të do për atë që e quajmë sinqeritet ose përzemërsi, bëmja e veprave për hir të Allahut fuqiplot, edhe përpjekja që nuk është as pak e lehtë, përpjekja që egos mos me i dhon hise, dhe jo vetëm egos, po edhe gjonave tjera, mos me i dhon hise në synimet tona edhe në njetet tona. Çka desha me thonë me këto? Me këto desha me thonë bujar se sinceriteti dhe përzemërsia të çojnë atje ku është mas miri, po mungesa e tyne pastaj e bën formalitetin as të parëndësishëm, sa që njeriu e bën një vepër formalisht të mirë po përfundon në xhehenem. Në këtë rast, kur flasim për dietarët, pikrisht është çështja e sinqeritetit, ajo që i bëri që ata të hyjnë në të ashtu quajturit trashëgimtar të pejgamberëve. Dhe në anën tjetër, sa herë keni shpjeguar këtë çështjen e sinqeritetit dhe keni thënë që Allahu pranon vetëm se prej të sinqertëve. Pra, dietarët e kanë pas këtë virtyt që kanë arritur këto grada dhe veprat e tyre të kalojnë vite e shekuj. Pa insistu në ndonjërin prej tyne, thash, ne e vlerësojmë për kësaj perspektivës të vitit 1448. Po pa insistu gjithsesi, nuk s'kemi mekanizëm e ditë sakt filan dietari për çfarë arsye. Po i marrim një shembull. Librin, po i marr dy shembuj po i marr. Librin Riyadhus Salihin. Është një koleksion i haditheve të cilin e ka përmbledhjen e ka bë Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, që i themi ne Imam Nawawiu. Nawawiu ka vdekë relativisht i ri, bujar, 39 vjeçar thuhet të ketë vdekë. Kalon vepra kolosale. Apo një prej veprave që thjesht ai prej koleksioneve ekzistente, ai s'ka bë koleksion sigur Buhariu, se te Buhariu për shembull e ki hadithi i parë. Këtë hadith ma ka transmetu ose ma ka rëfy mësuesi im filani, atij ka tregu mësuesi i tij filani. Këtij mësuesit të dytë ose tretja ka tregu filan sahabiu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, domethënë ky ka pas një zinxhir transmetuesish të vetin personal. Buhariu është fjala. Nawawiu te Imam te Riyadhus Salihin s'ka bë kështu. Ai thjesht i ka mbledh disa hadithe për Buhariut, disa për Muslimit, disa kështu, disa ashtu. Edhe i ka përpiluar një libër rreth 2000 hadithe me kapituj edhe me tema të ndryshme, një renditje interesante. Po atë që ka bë bukur, edhe atë që ka bë thjesht, sa që ai libër
edhe sot e thonë, po e kanë thonë edhe në të kaluamën, nuk është mirë me ekzistu në një shtëpi që se ka atë libër. Ose një shtëpi që se ka atë libër konsiderohet shtëpi e varfër, pse se është puniment i bukur edhe funksional. Pse ka ndodhur një gjë e tillë? Unë s'di me të tregu, po menoj, shpresoj, për shkak se ajo atë punë ka pas shumë për një vend. E ka pas shumë për një vend, edhe Allah i madhruar ja ka dhënë një pranim kaq të gjatë. Po përmend edhe shembullin e dytë, që në sytë tonë mundet me u duk akoma më i thjesht, po me gjithat e veprat nuk vlerësohen si mbas masës edhe vëllimit, apo thjeshtësisë, po pra vlerësohen si mbas njetit edhe sinceritetit. Është një libër që sot, edhe është një përmbledhje e lutjeve dhe dhikreve, realisht ai autori sot që ka qitë diçka për vetë, veç i ka përmbledhë dhe i ka rëndit mburoja e muslimanit. Kemi të gjithë, në telefon, në libër. Paramendo, kam rri ai projekt, autori i asoj përmbledhje vonë ka vdek, do më thonë kemi të bëjmë me një projekt bashkohor, a mos ditë këtë gjuhë të cilën e flasin muslimanat, edhe s'ditë këtë ambient të praktikës së muslimanëve, e të mos jetë prezent mburoja e muslimanit të këtë gjithë. Madje, unë konsideroj prej informatave që kam, edhe në qarë që jo gjitha që fetare kjo libër është shumë prezent. Ka shumë njerë që ndoshta të namazi kanë ngeci e kështu me radha më mburojnë e mbajnë për shkak se shpirti e lyp me pas një komunikim nëpërmjet lutjes ose nëpërmjet dhikrit me krijuesin e gjithësisë, edhe ai njeri që e ka bërë këto e ka bërë një punë skajshmërisht mrekullueshme, bile ndoshta bën me ecek edhe një detaj të vogël këto. Në gjuhën shqipe mburoja e muslimanëve është përkthy prej një hoxhe të cilin ne e njohim edhe kemi edhe unë edhe ti kemi mik të përbashkët prej hoxhës Recep Lushta. Unë e mbaj mend kur e ka përkthy duke qenë student, edhe ta garantoj me jetë që s'ka qenë shumë, si me thonë, se ka pas shumë një idenë se edhe që ky përkthim i tij ka me pas një shtrirje edhe një përhapje ka zgjatë. Po prap po them, mbase për shkak të sinqeritetit, edhe përkthimi pastaj në gjuhën shqipe e ka pas një pranim të gjanë në masat e muslimanëve. Prap do të me thonë, gjithë kjo që ka po flasim mbetet ndoshta, për arsye se na mungon çasja, mirë po shërbemi me argumentet përgjithshme për ne obligohemi të kemi mendim të mirë. Pa pikë dyshime. Prandaj edhe konsiderojmë se veprat e tyre kanë qenë shumë të përzemërta dhe të përnjëmenta, siç e theksove hoxh. Dhe kur flasim për dietarët, për këta njerëz cilët kanë bërë shumë për umetin, çfarë vendi duhet kenë tek ne, tek besimtarët në përgjithësi? E përmende pak më herët edhe mbasi mbeta borxh po mendoj se është temë e këndshme me fol për te, sidomos ajo pjesa ti the mbasi për këtë arsye kanë arritë të fitojnë epitetin trashëgimtar të pejgamberëve, edhe është e vërtet. Nuk kemi as mundësi, as hapësirë, as ka nevojë, besoj me thonë filoni, mulla filoni është trashëgimtari i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thonë me hadith, el ulema warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pastaj e ka sqaruar si ndodh ky proces i trashëgimit, edhe ka thonë se pejgamberët nuk kanë lënë në trashëgimi dinare dirham, as pare, as are, as argjend, as pasuni materiale, po kanë lënë pas vetës pasuni të pashtershme jo materiale, që është dija dhe urtësia. Walakinnahum warathul ilm, ata e lanë në trashëgimi dijen. Femen akhadha bihadhin wafir, ai i cili merr prej kësaj trashëgimie, merr mjaftueshëm për arsye se nuk harxhohet. Tash për shembull, nëse jemi ne, unë e ti edhe themi 1000 student, edhe kemi vetëm një pedagog, ama është dietar i madh dhe edhe gjanat që i mësojmë prej tij janë shumë të vlefshme edhe shumë me rëndësi. A e bën më pak të mundshme arritshmërinë pse jemi 1000 vetë që kemi marrë prej atij burimi? Absolutisht jo. Pse se dija është trashëgimia e vetme, e cila kushdo që don me marr prej sa merr mjaftueshëm, merr sa dush, merr po mendoj le që merr sa dush.
po akoma kime mbet i uritur, i pangopon, pse s'mora hala ma shumë, edhe kime vazhdu me marë gjithmonë kurs, s'ka me thonë, ma ba halal se u hargju. S'ka mundësi mësusi ose pedagogo ose hoxha me thonë, gjemat, në bani halal se dia u hargju, jo në atë kuptimin se djetarët kanë dhije që me thonë të pakufizume, po ta vazhdojnë me mësu edhe derisa u japin gjemat. Për cilin, apo këtan. Edhe në këtë rast pra, aji cili merë dhije, merë me sasi të mjaftueshme. E tash, do të me egzistu një lidhje edhe një linjë të cilës njerëzit do të me ju përmbajt për me u jetësu konstatime, mos thëmë pretendime, i të përbashkëtës, qka i lidhë djetarët e të gjithë brezave. Ne nga njerë, kër e trajtojmë në një temë, hulumtojmë për shembull, çka ka thonë, cili ka qenë mendimi i Ebu Hanifës, Malikut, Shafiut, Ahmedit për këtë temë. Po për të i kësaj, marrim edhe mendimet djetarëve mas tyne, edhe mas tyne, deri të djetarët bashkohor, edhe në fund, kur themi, mendimi i parë është kështu. Këtë mendime përfaqësojnë. Filoni i përmend 10 djetarë që kanë jetuar në kohë s'ka ishmëresh të ndryshme, as s'kanë jetuar bashkë, as se kanë njoftë njëri tjetrin, e kam fjalën, ai parapraku se ka ditë kush ka me ardhur mas tij. Mirë, po themi janë të një mendimi, ku patën rast ata me ul një tavolinë me diskutuar dhe me thonë hajde po bëjmë konsenzus për këtë punë. Konsenzusi nuk ndodh me takime, absolutisht jo. E këtu e sheh se ajo lidhje edhe ajo linje e cila ka qenë e përbashkëta e tyre për një moment ka qenë e mrekullueshme, sa që ata njerëz i kanë mbajt në frekuencë. Edhe atëherë kur na se kemi ditë, ose njerëzimi se ka ditë se ekzistojnë frekuencat, ata kanë qëndruar në frekuencë pikërisht për shkak se kanë marrë për ati burimit të pashtershëm që është burimi i dijeve profetike. E tash, pse kanë, derisa po thu çka do thot për ne, pse kanë insistu ata me hulumtu, çka ka thonë edhe filani, edhe dikush, që i kemi shkollat juridike, që na menojmë nga njëherë, menojmë se aty ka verdikte zyrtare në formë të neneve ose paragrafe të një kushtetute që zguxon kërkosh mi shkel, e që realisht nuk është kështu. Kemi shkolla juridike ku nxënësit më me autoritet të filan imamit që konsiderohet baba i qasoj shkolle, Ebu Hanifja për shembull, ose Maliku, ose Ahmedi, ose Shafiu, ose Filoni, ose Fisteku, ndoshta nxënësat më eminent në një temë të caktuar kanë mendim ndryshe prej atij që thash baba, imami, kryesori. Për arsye se ai s'është kushtetutë, s'është e rregulluar çashtu që s'bën, po është shkollë e mendimit ku dikush i ka qitë bazat, e mbrana aty në bazave ta njerëzit shkojnë të e plotësu, edhe mendimin shkojnë të e plotësu edhe, si me thonë, trajtimin e çështjeve të ndryshme e kështu me radhë. Në këtë rast, nëse ne nuk, nëse nuk përqafojmë mendimin e një dietari, si duhet të silemi, si duhet të flasim për këtë mendim, si duhet të jetë etika jonë? Fillimisht, duke pas parasysh në anën tjetër përgjegjësinë që kemi kur flasim për dietarët. Pikërisht kjo është ajo më e rëndësishmja. Plesht tonë kanë thonë sharti i parë i të qenit musliman, cili është mja ditë hallin vete. Çka do të thonë mja ditë hallin vete? Me qenë i vetëdijshëm për kush jeti, cila është gjendja jote, cili është niveli yt. Mja ditë hallin vete, pra mja ditë vetit nivelin. A kemi ne, a kam unë mundësi, që po flasë për vetën time dhe s'po e konsideroj vetën as hoxh, po e konsideroj vetën një nxënës fillestar në dijet islame. A kam drejt unë me thonë, ma shumë po më flen mendimi dhe qëndrimi i filan djetarit se sa i këtij tjetrit. Kam drejt nëse për një mend jam mundu me e gjetë pse ky ka thonë kështu dhe ky ka thonë kështu. Edhe nga njëherë, kur kemi mendime ma shumë se një mendim, ato njëri mundet me koni sakt, njëri mundet me koni pasakt. Në situatë tjetër, njëri mundet me koni relativisht i sakt, ai tjetri më i sakt. Edhe
nga njerë mundet me konë mos pajtimi, divergjenca e llojet të lloj-llojshmërisë edhe ky është i saktë edhe ky i saktë, mirë po që kam pa për perspektivave edhe cilin ta marrësh në rregull je, ato tjerat nuk janë të pasakta. Po tash unë nëse eventualisht i jap vetës të drejtën për me marrë me përqafu një qëndrim të dikujt, në asnjë mënyrë s'po me qujtë as refuzim të mendimit të ati tjetërit, po thjesht e mora që to, jo se këto s'po edu, zgudzon kjo me u shprej me vulgaritet. Zgudzon kjo me u shprej, hiç absolutisht nuk ban, me u shprej me munges respekti. Për shkak se ata djetar të cilët jetën e tyne e kanë kalu mi libra, edhe do më thonë me munges komoditeti, për çka? Për me na i përcjell neve qëto mësime edhe qëto shkoqitje, për arsye se ata janë marrë me qatë Kuran që e lexojmë edhe na, janë marrë me qato hadithet cilat i lexojmë edhe na, mirë po na jemi aq të varur prej dijeve dhe urtësive të tyne sa që mos me konë, unë shpesh i thëmë vetës, mos me konë që ta tefsira që kanë përpilu djetarë të islamit, tefsirët ndryshëm në interpretimin e fjalëve të Allahut fuqipilot, çka shumë bona veç duke e lexu Kuranin. Edhe më shkon mendja masani me thonë, e mirë, nëse e marrim veç si shembull, tefsirën e Ibn Kathirit i cili Ibn Kathiri ka jetuar në shekullin e 8 të Hijretit. Që kam bota 7 shekuj për para pa tefsirën i Ibn Kathirit. Unë e di që kam bo. Ata janë konë ma afër dijes, edhe sigurisht janë marrë me dije se prej qasaj situate, prej statyune rrethanave, ka dali Ibn Kathiri i cili pastaj e ka përpilu tefsirën e vetë. Po ajo ma e rona më vjenë me thonë, që kësha bo une, sigur të mos ishin këta libra. Edhe sigur të mos ishin këta djetarë. Dhe kështu shtohet respekti, absolutisht, respekti deri në maksimum. Unë menoj që si njeri i thjesht edhe i vogël, kur përmenën djetarët, unë menoj se edhe atëherë kur na duket se e kemi kuptu që filani s'ja pas ka qëllu, filan djetari s'ja pas ka qëllu. Absolutisht, vallahi bojar, po betohem në Zot që edhe kur, me gjithate mu banën gati 40 vite studim për islamin. Tu fillu për i shkollës mesme, deri tash. Po menoj evrej kur për një çështje të caktume, filoni, leqësja ka qëllu, nga njerë mundet me tinglu edhe si huqje, prej me tinglone, pa edukat që po e them, po mundet me tinglu edhe si huqje, mirë po cilit do, që qartësohet se ka gabu një çështje të caktume, pasha Zotin e Madh, as pak nuk e bën më të vogël, ky fakt për kundrazi e bën më të madh. Për çfarë arsye? Për arsye se ata kanë qenë njerëz. Edhe kur flasim për njerëzit e rëndamt, si jemi të folë për pejgambert, Allahu i ka mbrojt prej gabimet, i ka mbrojt prej devijimet, mbrojtja e tyne nuk ka qenë se s'kan bo gabim pejgambert, po në interpretim të fesë kanë qenë të mbrojtën edhe të pagabushëm. E na që se kemi atë garanci, se kemi atë imunitet, neve kur me më thonë dikosh mu sot, ti kom gjetë 100 gabime. Unë e këzohna. Për arsye se unë menoj se i kam ma shumë se 100 gabime. Po 100 gabime në po e zomë, në vetë që tu i kemi bujar që 15 vite i kemi sigurisht përmi 1000 emisione bashkë. S'po dhja janë 1000, po 100 emisione. E tash me thonë dikosh në 700 emisione ti kom gjetë 100 gabime, do të me thonë, elhamdulillah, u kokna shumë mirë. A që shdo apo jo. Njeriu i rëndomt që s'është pejgamber, edhe djetarin këtë rast, pa dyshem, me thonë filan djetari në qëtë çështje e ka dhënë një mendim mirë, po mendimi i tij nuk është më i saktë. Se edhe këto do të më përpilu me edukat. Absolutisht nuk do të më u pasi zhvlerësimi i atij dietarit, ama edhe në tjetrën anë as guxon kërkosh edhe nëse e kritikon çndrimin e caktuar. Se mund të sot me pas dietar që eventualisht me e kontestu dijen e kujdo prej dietarëve të kalu. Edhe imamëve të mëdhëbeve, edhe imamëve të mavanshëm, edhe dietarëve ndër breza,
ka djetarë sot që kanë kompetencë edhe ekspertizë. Ti trajtojnë ato tema. Po, mi trajtu ato tema dhe me trajtu edhe gabimin, a më nësë një mënyrë zbanë me ullë vlerën e tyne, edhe se bojnë, realisht, djetarët e Mirëfelt, të cilës do kohë nuk e bojnë një gjatë tilë. A din cila është fryma e Islamit? Fryma e Islamit në këtë aspekt, bujarë është ajo që ka thonë Imam Shafiu, unë edhe kur debatoj me dikant, ma shumë kom qef a i mja qëllu se unë vetë. Qa që ka pasë vetë mohim në mesin e njerëzve. Tash kur flasim për Imam Shafiun, që ka qenë një djetarë shumë i madhë, ku jemi ne tash me thonë, ja, filones, na sot për hoxalarët për i cilve mësojmë, ose kena mësu, do të me folë me shumë respekt. Nuk do të me usilë me shpërfilje, se feja na e mëson një gjatë tilë. E lemo për ata që në një farë mënyre na flasim për ta, për shembull ato kritika në hadith, është një disiplinë, në vërtet nuk është një disiplinë, janë disa disiplina, janë shumë shkenca, po menoj dëveçanta, masa edhe nuk është se i kuptojnë shumë, po për shembull kritikët e hadithit, duke qenë se është lamia ime e specializimit edhe e studimeve, djetarët e hadithit, kur e kanë atë qasin kritike, ndaj për shembull filan transmetuesit, për gjeneratës tabenve, ose atyne mas tyne, filoni mundet me qenë shumë burri mirë, edhe i devatshëm, edhe i këfjelt, edhe memorien e mirë sene. Ekziston mundësia vesh një ashtot. Filonin a e ka taku. Edhe mundësia e takimet a ka qenë në kohë matë shtyme, a matë hershme, a kështu me radhe dhe bazë dhe asaj dalin vlerësimet e hadithit, po ata kritikët e hadithit s'kan pas qare pa folë në mes tjera edhe nëse ndonjani gjatë gjithë jetës ti ka transmetu hadithe, ka përcjell hadithe, mirë po në moshën e ti të shtyme e ka prek poezom, e ka prek demenca, ose e ka prek skleroza. E haresës. Ka fillu ka pak me haru. Edhe ti s'ki qare pa thonë, filoni është një shprehje, një terminologi, thot, në fund tjetës ka pak ju kanë pështjelu hesapet, edhe thash që kjo, me thonë për një njerin, situatë normale, kur kërkush së talyp, është gibet. Mirë po në qëtë kohën e kritikës, nuk është gibet, e ata që janë marrë me këtë temë, sidomos në ndërbrezat më të hershëm se na, kur i kanë trajtu këto tema, gjithmonë kanë thonë Zot na fal, nuk po e bojmë për me shfrym mlef në ta, nuk po e bojmë për mi përgoju, po e bojmë me mbrojt hadithin e dërgurit tanë, se për ndryshe jemi të folë për dikan që ndoshta i ka hek çantën e vetë në xhenet. A ju konë të hecë, çantën e ka pas, a i ndoshta u rahatu në xhenet, në alo po flasëm këtë në dunja. Po s'kemi qare pa folë për shkak se e lypë rujtja e asaj dije. Çka deshta me thonë me këto? Kështu deshta me thonë, kur kemi debate, ose trajtesa, tash unë hoxh, flasë para xhamatit, shumë me pas kujdes, edhe nëse thamë, valla, një hoxh ka dhonë fetfa, kështu, po unë mendoj se nuk ja ka qëllu. Për shkak kësaj, kam drejt, e kam obligim, nëse nuk është ashtu. A mo nas një mënyrë zbon me e dhonë mesazhin që a i hoxh hodhen i poshtë. Ja, nas një mënyrë. Pse? Për arsye se s'ja ka qellu një sen, po ja ka qellu 999 senet tjera. Sikur edhe unë, sikur edhe se cili. Doja ende të flasim për këtë temë. Veç sa fillu. Shkuan shpejt këto minutat pjesës parë, tani dashur miq, do të shkutemi për pak qase, kthehemi pas pak. Vazhdojmë tuti dashur miq, do të mirpresim në vazhdim telefonatat tuaja, derisa do të kemi telefonat, lexojmë një mesazh të ardhur nga një shikues nga Gjermania, thotë jetoj në Gjermani, është lejuar me ble vetur përmes një banke islame, e cila është e certifikuar për shërbime bankare islame dhe nuk funksionon me kamat. Banka thotë më ka sqaruar se nëse një vetur kushton 30.000 euro, dhe unë nuk kam mundësi të blej me njëherë me para në dorë, ajo e blen veturën dhe pastaj ma shet mua me këste mujore. Çmimi final në këtë rast do të ishte 34.000 euro, pra me një rritje prej 4.000 eurosh më shumë. Por kjo bëhet përmes një marrëveshje të qartë, shit blerje dhe jo përmes interesit. A lejohet kështu dhe cilat janë kushtet që duhet plotësohen që një marrëveshje e tillë të jetë halal?
Ja, unë veç po ta jap mendimin tim, a lejohet as lejohet, ama cilat janë kushtet e kështu me radhë. As jam i thirrur, as jam kompetent për me e bo një gjotë tillë. Po edhe sigur ta baja, nuk besoj që jemi me laps në dorë të marrë shënimet as çka të flasun me thonë. Shef, me e shit gjësendin, me e bledhe, me e shit mashtrajt, kjo është tregti. Ne edhe kur shkojmë me ble vetur, ja, i kemi paret cash. Edhe shkojmë me ble një vetur të re, ose një vetur dorës dytë, për dorën. Nëse shkojmë në autosalon, ai e ka ble, po se ka ble sa për në eshet. Ka ble ma lirë, eshet ma shtrejt, saj me qëto madhë, me qëto funksionan. Po edhe kur shkojmë atje me ble 0-0 veturën, nuk i ka kushtu qatë sa në eshet neve, se s'kish mujtë me mbjetu, po i ka kushtu 25.000, ta eshet 30.000. Kësisoj edhe banka, kur e blen, edhe tashet ty, nuk ka kur farë problemi nëse ti prej në start i e qartësu me ta se unë po du me e marë prej juve, bleni jo, ata e blen, kalon në pronsin e tyne, pas ta i tashesin ty, një gjotë cilën e posedojnë, edhe ti pranon me e pagu për shambull mrena 3 viteve, 5 viteve me kushtet e tyne. Veç kur the bank e certifikume me kritere halal e me kështu me radhë, mësën vetë, a lejohet, as lejohet. Mirëpresim taj një telefonat, alo? Alo, assalamu alaikum. Aleikum salam. Në shirku se jam të ndërgjuhën, në pyjtë e banë me e banë vëgjës. Po? Që ta gjënë që bojnë gjithë kërë që kanë bojnë alo, shkujnë dutën e falën. A kona në kështë që i o zëna, si o zëna. A i shetë zote, si shetë. E kuptoj. Di që nuk lonë zënë, pa bojnë apet vinë falën në gjami. E lutën kështë asens, kënonë pa bon. Selamu alaikum, inshallah me të mirë, Allah ju është përbleft, Allah ju pagoft. Faleminderit për telefonatën. Pra falen, për kanë edhe gabime. Bojnë vepra të këqija edhe shkojnë falen. Tash është, për një me është shqetësim, edhe me e lexu Kuranin e shes se Kurani si me thonë, e lufton këtë farë gjendje kështu. Nuk bën njeriu edhe me koni përkushtum ndaj Zotit, edhe i pakujdesshëm në relacion me njerëzit. A i shes Zotit, qysh si shes Zotit, Zotit tonë me na shes edhe na dëgjon, edhe ty dëgjon kur e bën telefonatën, edhe mu më dëgjon të e dhonë përgjigjen. Po nëse është qëllimi i pyetjes, e pse i toleron një gjë të tillë, jeta e kësaj bote është jetë e sprovës, edhe njerëzit e zgjedhin çka me bë, në fundit kanë me u përballë me atë çka kanë bë. Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për këta njerëz. Thotë a dini kush është i bankrotuari, kush është ai i cili ka me dal dur thot në ditën e gjykimit. Thotë është ai i cili ka fal namaz, e ka xheruar, ka bë këto, po kënej filonin e ka rre, ato e ka shtyt, tjetrin e ka shoh, ato i ka bë zarar, i ka bë dam. Edhe ta në ditën e gjykimit krejt do t'i marrin, secili do të merr hakun e vet, ose duke ja marrë sevapet, ose duke ja ngarku gjunahet, edhe pastaj do t'a kenë përfundimin e keq, Allah na ruajt. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. E mirë? Mirë, faleminderit. Po ju se jeni? Alhamdulillah, bujar. Bujar kam koment edhe pyetjesat. Po? Alhamdulillah që Allahu edhe i ka kushtu rëndësit madhe dijes. Prej urtësive dijes, unë thamë që nuk e merr njerin qofë, sepse po konsultue me njerëz dishëm, ki me pështu. Sikur ai përsyeni që i ka vro natën anë vetë, edhe u shku e ka pyet një njeri pa dishëm, a ka shpëtim për mua, i ka thonë ju. Ose, e kundërta, i njëjti person që ka pyet njeri unë e dishëm, që i ka thonë ka pendim, nëse penduesh sinqerisht. Ose, sikur një sahabi që është plagës në një betejë, edhe kur i ka shku lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i kanë shpjegu rastin, a i ka thonë pse s'kan pyet
dikan dishëm, ose Allahu i vraf për shprejna ma kështu. Kështu që, do të me pas shumë kujdes me kanë ose kanë pyet për çdo çështje. Po. Sa i përket pyetjes, Hoxha Krem, a lejohet me moj dikush hutbe në ditën e xhumë apo vetëm hatibi ose imami? Dikush prej xhamatit o fjala. Me majt hutbe. Po, hutbe, po. E qartë. Allah ju shpërbleft, Allah ju betoft. Selam aleikum. Amin, aleikum selam, falenderit shumë. Kemi telefonat tjetër të inkuadrojmë, alo? Alo? Po, noni. Selamu aleikum. Aleikum selam. Përshëndet, dishta mi përshëndet të gjithve, përfshirë edhe hoxhës edhe ty moderator që për nëni që na jep një informata, këshilla, për fenë islame për gjithë njerëzve. Falenderit shumë. Nuk e kam kështu pyetje, po më shumë se me përmen, e shoh që shumica njerëzve kanë, mendoj që ka ardhur një kohë që njerëzit kanë harruar frikën e Zotit, sidomos tek populli jonë. Që po bojnë gjëra shumë të këqija. A ka mundësi në hoxhës, me lejen e hoxhës mi përmend me fol pak për xhenemin. E di që është një temë sensitive, sepse shumica njerëzve nuk e përmendin, është diçka që prek. Po kisha pas qef me përmend edhe mi përmend disa prej dënimeve që mi ditë parafërsisht njerëz çka i pret ata që bojnë me pa frikën e Zotit në këtë dynjë. Falenderit shumë. Kemi tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum. Për u bjerë për hoxhën e nderuar për gjithë teleshikuesit e PIS TV. Falenderit shumë. Kam një pyetje, po telefonoj për Austrije. Po. Këtu në qytetin e Grasit i kemi 2 xhami shqiptarëve. Alhamdulillah kemi xhami muslimane për 2 shqiptarëve që ka ju udhëheqim na. Edhe një pyetje për xhamin ton. Po. E kemi shtruar një tepe aty në kohë të fundit, që një 3 javë, një muaj parafërsisht. Edhe kemi vllazën aziatik edhe afrikan që vinë edhe në dath. I kemi qitë shpallet që një kohë, po ata prap po vazhdojnë. A është mëkat, më ju thonë që se vllazënisht po them nëse ka mundësi ju lutem jo po qera pa puna e pastërtisë, higjienës, po edhe shëndetit. A është mëkat që ju them ashtu ajo? Pra keni kusht të hynë me çorape në xhami? Jo, ne kemi qitë shpallit aty mundësisht që mos më i po qerape, po ka tillë që prapë po vazhdojnë ashtu dhe ju them shumë vllazënisht, vllai nderuar nëse ka mundësi me qerapa të lutna puna higjienës, pastërtisë, shëndetit të tjerëve. A është mëkat nëse i them ashtu ajo? E qartë. Falenderit. Inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, alo? Po shkutur, mirë. Ishte Alberti, i cili pasi bëri një koment për temën, bëri pyetje lidhur me hutben, a bën të mbaj hutbe dikush tjetër përveç hoxhës në xhami? Veç komenti i Albertit ka i mrekullueshëm, konsulta me njerëz të ndihshëm. Të mbash hutbe nuk është patjetër të kesh diplom. Mjafton të dish se çka është esenca e hutbës, cila është vlera e saj, edhe cilat janë ato disa formalitete që duhet me respektu. Edhe në rast nevoje, mungesa e hoxhës, munges ad hoc aty për ndonjë arsye s'ka ardhur ose është smu ose kështu diçka, nuk prish punë me u çu dikush prej xhamatit edhe me majt hutbën. Mirë po, ai që ngritet për me majt hutbën, ai merr mbi vete një përgjegjësi shumë të madhe, për shkak se hutbëja është ibadet, ai i zaventson 2 rekat të namazit, edhe me ditë, domethënë hutbën me fillu me lavdrim të Allahut, me salavat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me fol një temë fetare me kujdes të formulimit fjalëve. Hutbeja nuk është ligjërat e rëndant. Na kur ulemi në ligjërat me kallëzun në xhami, mundu me fol edhe trajtimet ndryshme. Hutbeja është diçka shumë të serioze, se është ceremoniale. Mesazhe për zgjedhur. Bravo. Edhe, du më thonë një ajet, një hadith, po nëse ka zotësi dikush edhe parasitet nevoja me e zavendësu imamin, pa dyshim që lejohet. Mirë po, nuk duhet me leju në asë një mënyrë që kjo punë me dalë për kontrolet. Mi thonë hoxhës, ja rriti aty si që unë e vaj hotbon. Kështu nuk vanë.
Qartë. Njerëzit po e harrojnë Zotin. Po, me fol për xhehenemin, me fol për xhehenemin, me fol për dukurit negative, me fol për pasojat e veprimeve të caktuara, po unë mendoj se është e rëndësishme edhe e nevojshme ne e bëjmë kohë pas kohe, vetë që për shembull personalisht s'ja kushtoj një emision ose s'ja kushtoj një ligjërat vetë të folurit për xhehenemin, se mundet me tingëllu si goxha dëshpëruese, a mo kalim thënë temat caktume, po bërë mjë kalëzu njerë, mos e banë, se pastaj kostoja shumë e lartë edhe pasojat janë shumë të randa. Kuranin e kemi, fletë për xhenetin dhe fletë për xhehenemin, s'mundu me mohu. Rreth rregullave në xhami? Tash të kjo puna e hymjes në xhami kam zbathur apo mbathur me çorape. Kjo është relative, nuk mundëm me thonë, thot e kam gjuna, duke qenë se fetarisht nuk kemi ndonjë kufizim, s'mund është dikuj me thonë, ti zban me hy se je pa çorap, se fetarisht se kemi këtë drejt. Ose ati tjetër ti zban me hy se qenë kemi çorap. Këtë punë du të me elon me rrjedh natyrshëm, pa e botë madhe. Po xhamatit gjithmonë du të me kujtu që higjiena dhe pastërtia duhet me qenë shumë në nivel. Mirë, po jo me shku deri në atë nivelin e komplikimit të kësaj natyre. S'kemi bazë. Nderi shumë. Allah e trujt vjerë. Dhe shërmiq, ka që person të mirëmbëjtje.